7 vota pro, Klodian Braho është zgjedhur që të jetë kreu i ri i SPAK-ut, ndërsa 3 vota mori Adnan Xholi, 0 vota Doloreza Musabeliu, 1 vot Elvin Gogaj. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi me votim të hapur për drejtuesin e prokurorisë së posaçme për 3 vitet e ardhshme. Në foto, ambasadorët e huaj perëndimor në sallën e KLP. Klodian Braho, prokurori i SPAK që nga dhjetor 2019, u konfirmua në detyrë nga KPK pas procesit të vettingut. Ai nisi karrierën në vitin 2007 pas studimeve në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkollën e Magjistraturës. Ka punuar si prokuror në Berat, më pas në Vlorë si zëvendës drejtues dhe në prokurorinë për krime të rënda. Pas krijimit të SPAK, u emërua prokurori i posaçëm. Ka hetuar çështje të rëndësishme, përfshirë dosjen e Adriatik Llallës. Në 2022 kandidoi për kreun e SPAK. Aktualisht vijon detyrën në SPAK.